5 milion euro që mbledh shteti ma shumë të vëshë. Nëse asë gjënë s'mundet me ba, mundet këto pare me ja u kthy. Edhe jemi tash në vitin 2026, kur ne pranojmë ftesën, pasi që njëjtja ka ndruar jetë. Ne kemi një, si me thonë, numër të caktuar të automjeteve, cilat nuk janë pak për kokë banori, dikon importi vjetor i derivateve të naftës e te kalon 700 milion euro në vetë. Dhe normalisht ky import është burim i rëndësishëm i tyrave bugjetore, pra që mbledhen me të vëshën dhe me aksizën. Po ma i rëndësishëm se sa të tyrat bugjetore ka rëndësi normalisht edhe të pjesa tjetër e kostos së jetesës se se cilit qytetarë. Disa cinik po thojnë që njerëz fillojnë me ecë, ose njerëz të fillojnë me përdor transport publik. Kosova nuk është as që ka transportin publik më të mirën, as që ka mundësi që me ecë me lëviz nga qyteti në qytet. Shumë familje i kam dëgju këto ditë që kanë marrë fatura të reja të transportit të fëmijëve tyre në shkolla, ka transport organizum në qerdhe, e kështu me radhë. Nuk është që përdoret makina sot as në Prishtinë, as në qytete tjera vetëm për me dalë dhe me do gjirën e për qytet, është nevoja bazike, do më thonë prej shkollës në shpe, prej shpisë në shkollë, prej vendit në punës, në shpe, prej shpisë në vendin e punës, do më thonë normalisht, kjo prej gjepën e qytetarit, pas taj në shumë dimenzione. Edhe ata që udhtojnë, punëtorë që udhtojnë nga, që nuk e kanë transportin organizum, nga qytetin qytet, nga vendi punës në një qytet tjetër, ose në fshat, e kështu me radhë, do më thonë se cili prejket për shkak se ka fillu në disa raste që të rritet edhe çmimi i biletave dhe ka paralajmërime, sigurisht dikush ndoshta ka pas rezerva ose saci të caktuar me çmime të vjetra, po kjo nuk po duket që do të ndalet. Do të thonë nuk është që ne i presim që ky problem të tejkalohet. Edhe nëse ndalet, po supozojmë sot kemi anë pushim në lindjen e mesme, nuk kalohet shpejt. Do të thonë atje ende ka tash dilema për atë ngushticën ku është një pjesë e naftës, që kalon, që nuk vjen të na, për hirë vërtetë sa e naftë nuk vjen të na drejt për drejt, po e ndikon çmimin e naftës në burzë, dhe çmimi i naftës pastaj edhe nga atë që importojmë, na ndikohet nga zhvillimet që janë atje. Domethënë një faktor gjeopolitik e ndikon komplet. Unë edhe në situatat e tjera kur ka pas rritje të çmimeve, s'po flas nga pozicioni politik, po flas nga pozicioni kur kam qenë edhe në odën ekonomike të Kosovës. Nga pozicioni një personi që ka dhënë opinione, propozime, gjithmonë e kam thënë, domethënë që inflacioni te na nuk krijohet nga brenda. Domethënë nuk është që ne shtypim para, e humbet vlera para se krijohet inflacion. Inflacionin e importojmë. Po kjo që importojmë nuk na shfaqson nga mos veprimi apo mos ndërmarrja e masave të cilat janë të domosdoshme në situata të tilla. Raportimet ditore, pra këto janë të obligume çdo ditë me raportu fitimin. Edhe të njëjtën mënyrë duhet me obligu për me raportu edhe faturën e importeve dhe fatura, pastaj edhe çështjen e përcaktimit të çmimit, me çfarë të vëshë apo përcaktohet apo rritet çmimi në këtë rast. Pra këtu realisht ka mundësi me kontrollu. Nuk është arsye, s'mundet shteti me thonë, është si me thonë me të thonë drejtën është pak budallaki me thonë shteti s'mund me kontrollu diçka. Shteti ka shumë mekanizma në dorë. E ka dhe këtë mekanizëm. Ka mundësi me kriju format raportimet, shumë shpejt mund të bëhen, shumë çka mund të bëhet digjitale, shumë shpejt, shumë çka mund të kontrollohet. Kosova nuk është territor i madh. Edhe nuk ka shumë importues të naftës, kur e këshyr në numër, si importues të naftës, pra nuk... Megjithatë është njëri prej sektorëve që ku gjatë gjithë kohës për vite me radhë flasim për abuzim të çmimeve, lëvizje të mëdha të çmimeve. Po tash çështja është që s'kan kriju mekanizma, edhe qeveritë e kaluam, edhe kjo qeveri nuk e kanë kriju mekanizma të duhur, por nuk mundesh me thonë s'moj me kontrollu diçka, sidomos në një sektor. Nuk kem duke folë për, si për shembull, atëherë ka qenë një çështje për gastronominë, nëse s'gaboj. Domethënë janë mira subjekte gastronomike në vend, është më vështirë më kontrollu, po këtu është shumë më centralizuar. Këta kanë licenca,
kanë obligimet raportimit, fitimit, dhe shteti s'mundet me thonë asë njëherë. Asë një qeveri nuk mundesh me thonë s'mujnë mi kontrolu dhe pse s'mujnë mi kontrolu, ta shumë s'po marrë një veprim që është në dobit e qytetarëve të vendit, në dobit e ekonomisë të vendit. Po, dhe kemi arsysh mjaftueshëm fakte nga vendet e rajonit për shembull që ka dhënë efekt kjo ideja të TVSH-s dhe akcizës se kemi. Gjithmonë ka dhënë se janë çmimet më të mira, nëse më jemi referuar dje e pata në analizën time, do me thonë shikova, bona një krahasim, dhe nëse nalemi për shembull, ishte të rasti i malit të zi, që s'po shkoj ma larë, do me thonë malit zi, ulli akcize 50% dizel, benzin, do me thonë e pat 25%, 13 cent ma lirë. E ka ullë çmimin automatikisht. Gjithashtu në Maqedoni e kemi ma lirë, dhe më thonë, ka një propozim që të vëshëja edhe këtë nga 18 të ullet në 10%. Pastaj vendet evropiane, ka vendet si Greqia që ju ka jep pare. Ju ka vendos, dhe më thonë, të vëshën që e ka mbledh ma shumë, tash se mos harrojmë që në këtë kohë edhe shteti po fiton. Se mbledh të vëshën ma shumë. Dhe më thonë, mrena ditës janë dikon më duket kanë që mrena mujt i bike dikon 5 milion euro që mbledh shteti ma shumë të vëshë. Nëse asë gjëns mundet me ba, mundet këto pare me ja u kthy qytetarëve, me ja u vendos, ose pronarëve të automjeteve, me ja u kthy dhe me ja u vendos në llogari. Edhe kjo është masë, dhe më thonë këtë ka bë Greqia për shembull. Dhe nuk e ka dëmtu buxhetin. Hajde nëse ma jap argumentin, mund është cashback, dhe më thonë janë forma që tash këtu i kanë bën këto shpërndarjet edhe në kalumen me i Kosova, ka qenë vërë, tash gjithë pronarët janë të regjistrum të automjeteve, mund është me kryu edhe kësi lloj politike. Këtë quhet windfall, dhe më thonë i farë tyre që e merë paprit. Qëto 5 milion mujt që pi merë tash ma shumë të vëshë, shteti, për shkak që u rri çmimi i naftës, se nëse shka në 2 euro 1.80 sa ka shku sot, kjo veç e shumë, shkon pasaj 6 milion, 7 milion, deri në 10 milion, në mujt ma shumë, këto mundet mi kthy. Mundet me na i kthy në formë të drejt për drejt. Ma është me ullë të vëshën. Edhe me shiku mundësine e përdorimit të rezervave shtetërore. Këto dy veprime mund të banë shpejt, duhet mu shiku pjesa ligjore për suspendimin e akcizës spaku për 2 muaj të ardhshëm, e pastaj edhe nëse asnjë pikë këtyne nuk e dhojnë efektin e duhur, atëherë me shiku mundësi gjithsesi mi subvencionu bujqit dhe prodhuest, po për te këtyne me shiku mundësinë edhe këtë që e thash nga tyrat më të larta që i marrin, dhe më thonë nëse nuk e ulin të vëshën, spaku nga tyrat më të larta që i kanë nga mbledhja të vëshës, ti derdhin drejt për drejt në llogaritë qytetarëve. Është rruga për të kërkuar drejtësinë dhe për ta fituar të njëjtën, fatkeqësisht zgjat më shumë se sa vetë dhimbja, sepse në situata të tilla nuk flasim vetëm për brengën ose për dhimbjen që viktima ka kaluar në momentin e përjetimit të dhunës në familje, po flasim edhe për brengën, për dhimbjen, për stresin, për ankthin, për ndjenjen e pasigurisë dhe për humbjen e besimit edhe gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor. Për rastin që po flasim, klientja ime ka qenë viktime dhunës në familje. Nga viti 2022, kur edhe lënda ka shkuar me akt akuzë në gjykat, janë mbajtur më shumë se 10 seanca. Fatkeqësisht në sistemin tonë të drejtësisë është e parapar proceduralisht, do me thonë që në situatat kur një gjyqtari trajton lëndën dhe i njëjti pastaj për arsye individuale që është gjithçka në rregull, ndron departamentin ose ndron pozitin ose ndron edhe komplet punën, lënda i kalohet gjyqtarit tjetër. Në gjitha këto raste kur ndrohet kryetari i trupit gjykos ose gjyqtari i cili ka udhëhequr procedurën dhe që ka kaluar më shumë se 6 muaj në mos caktimin e një seanci tjetër, atëherë gjithçka fillon nga fillimi. Në rastin e klientes time fatkeqësisht kemi pasur 3 gjyqtarë të cilët janë ndruar dhe kanë trajtuar këtë rast. Fatkeqësia më e madhe është që viktima është marrë në pyetje nga policia, në prokurori, pastaj pranë gjyqtarit të parë të caktuar, pastaj pranë gjyqtarit të dytë dhe fatkeqësisht në gjyqtarin e tretë të caktuar vetë se ka ndruar jetë. Rastet e tilla, unë besoj që nuk duhet me mbartë me vete vetëm dhimbjen, që secili prej nesh që e ka njohur atë person, e ka ndjerë
e ka ndjerë realisht dhimbjen, po duhet të jetë një reflektim serioz për sistemin e drejtësisë. Kur po flas për sistemin e drejtësisë, mendoj për gjithë zinxhirin, për komplet hallkën e sistemit, sepse nuk mund të gjejmë vetëm një faktor edhe t'ja hudhim fajin vetëm atina. Në fakt, problemi është te komplet zinxhiri. Në rastin që jemi tani duke diskutuar, sigurisht që problemi ka ndodhur te gjykata, pa dashme i përfshi aktorët e tjerë, mirë po në situatat e tjera të ngjashme vonesat bëhen edhe në organet e tjera. Ka qenë për të filluar gjykimi që nga fillimi, sepse është ndruar gjyqtari dhe ka qenë gjyqtari i tretë i caktuar në rast. Kjo është ajo fatkeqësia që unë po e them që sinqerisht Këshilli Gjyqësor, po dhe komplet sistemi i drejtësisë duhet seriozisht me rishiku procedurat në rastet të tilla, e para për mos me shkaktu këtë zvarritje, edhe për mos me i marrë 4 vite me u trajtu një rast i dhunës në familje, e dyta, mos me riviktimizu viktimen, sepse është shumë jo humane, nëse më i me qujtë kështo, me e marrë në pyetje një viktime cila ka përjetu dhunë në familje më shumë se 4 herë, sepse nuk është ndjenje mirë me rikujtu dhunën, me ripërjetu për të 4-ën herë të njëjtën storje me diskutu vazhdimisht. Së është marrë ka shpesh në pyetje? Për shkak të procedurës. Pikrisht, për shkak të procedurës, sepse është dëgju në prokurori, është dëgju në polici, pastaj gjyqtari i parë që është caktuar, gjyqtari i dytë, gjyqtari i tretë, sepse në fund të ditës edhe ka logjik se cili gjyqtar që e merr një lëndë me e trajtu, edhe e don me dëgju dëshminë e viktimës ose dëshmitarve. Dhe viktima ka qenë gjithmonë e gatshme të ofrojë dëshminë e saj për fund e faktit. Madje në seancën e fundit vitin e kaluar, viktima vetë se ka qenë me probleme shëndetësore dhe në atë gjendje ashtu ka marrë pjesë në seancë, duke shpresu që kjo seancë ka me qenë e fundit dhe që rasti ka me marrë një epilog përfundimtar, por që fatkeqësisht përsëri gjyqtari i cili ka qenë duke e trajtu rastin ka ndruar departamentin, lënda pastaj është kthyer dhe është caktuar një gjyqtar tjetër dhe jemi tash në vitin 2026 kur ne pranojmë ftesën pasi që e njëjta ka ndruar